Ishte shërbimi i Manigramit, por edhe për këtë shërbim të Manigramit, sepse shumë kushte në një nëpërmjet Manigramit, nga që është edhe një emër i një kompanie ndërkombëtare, ka shumë ecje më tej. Ka ecje në kuptim të shërbimeve të aktivizuara nga vetë Manigrami. Manigramin e njohin shumë prej, ose shumica, e njohin vetëm si transfert keshtot. Do me thënë, qonë para merë para. Në fakt, Manigrami, shportën e shërbimeve ku do në botë, e ka shumë më të gjërë. Prej të cilave ne kemi aktivizuar për gjatë, edhe këtyre 2 vjetëve, disa të tjera. Por që të aktivizosh të shërbime nga backstage-i, mbrapa kuinëve, është një punë e jashtëzakonshme. Një punë e jashtëzakonshme dakordësie, mbas dakordësisht të zhvillimeve, shumëta të testimeve të tyre, në bashkëpunim me një ndërkombëtar. Do të thonë, paramendohet një punë e fuqishme. Përveç transfertave në kesh, pra, ne kemi edhe një shërbim tjetër. Cili është? Që është cash to account, keshi në llogari. Pra, unë ja dërgoj në llogari dikujt. Tjetër, kemi dhe tjetër, Manigrami, por të mundësuar për një të ardhme të shpejt, transferon në përmjet kartave. Ka bërë deal me Mastercardin dhe me Visa, në mënyrë që transfertat të gjenerohen edhe nga kartave. Dhe ajo që është më e bukur e fare pastaj, është e reja. E reja, sepse është reale dhe ashtu ndodhi, që në kohën e prezencës CEO-s Manigramit, ne zhvilluam të lançuam dërgesën digjitale, ndërkohë që kam të drejtë, për gjatë këtyre 2 viteve, ne arritëm që ta përmbyllim transakcionin financiar duke zhvilluar dhe duke lançuar edhe të reqen digjitale, pra të orderuar, të incentivuar nga jashtë dhe personi që incentivon ka të drejtë që në platformën e procesusve në sytë të gjithve, tani është bashkuar dhe e reja. Pra i mund të zgjedi, jo vetëm 10 minuta, 10 minutes, si që kanë ata, por edhe të zgjedi dhe e reja, dhe ta qoj direkt nga incentivave, do me thënë nga ku do të dërgoj nga çdo shtet. Tani ti vetë këtë do më shumë, Akinvest apo e reja? Digjo, unë këtë e përcjell si frym që përpiqem çdo ditë ta jo ta besoj, unë e besoj, do me thënë, e besoj dhe dua ta artikuloj si që besoj unë, për t'u projektuar për kështu, në mënyrë që të nëcis ta besime. Dua Akinvestin, edhe si kronologji, edhe si pjesë, edhe si brez, edhe si lirë, por ndërkohë dua të shoh me reja. Tashi, pra sytë duhet i kem ke reja, kaq. E bukur, shumë e bukur kjo. Tani, Zoti Beka, ju si kryetari i Këshillit Drejtues, si vlerësoni ju shërbimet e Akinvest? Se ju jeni pikë vështrim tjetër. Po, unë do të shtoj diçka të vogël, ose më thënë do ta nis aty ku e la. Po patjetër. Faleminderit, se vërtet e lash, se më mori mendjen. Ka shumë për të folur në fakt. Jo, po për shërbimet e lash. Unë do të thoya që Investi bazën e ka patjetër tek ai vizion shumë i qartë, ose më themi shumë largpamës si bashkëkrijuesit ose vizionarit të tij. E themi me drejt të gjithë ndjerit Ilir Adili, i cili ka pasur një qasje gjithmonë novatore, pra nuk ishte diçka që të bëjmë diçka sot dhe ta mbajmë të mbahemi mbas asaj. Gjithmonë ka pasur duhet jemi një hap përpara, dy hap përpara, ose shikonte aty ku tjerë nuk shikonin. Dhe në një farë mënyrë duket diçka e zakonshme, më mirë themi, që brenda atit universit vogël të Akinvestit gjithmonë ka pasur vend për gjithçka të re. Pra ishte e zakonshme të vinin gjëra të reja. Këtu nuk është
vendi për të nxjerrë, pasi do duhej një kohë gjatë. Jo, edhe emri Reja, do të tregon këtë. Shumë i simbolik. Patjetër ishte ai ideatori i saj. Megjithatë dua të them këtë gjë që kur arrit punoj ose bashkëpunoj me Ilirin, kishte një gjë që duhet vije patjetër me një gjë të re, ose më mirë themi, thelbi i temës nuk ishte më ajo çfarë bëhej, por çfarë do bëjmë, dhe jo do bëjmë mbas 2 ose 3 vjetësh, por çfarë do vim mbas 5 ose mbas 10 vjetësh. Dhe kjo ka qenë ajo ideja që në një farë mënyrë edhe në kapacitetin tim si kryetari Këshillit, ka qenë gjithmonë post, më mirë themi, jo ai posti që i shikon tjerë nga lart, ose më mirë themi në atë majën drejtuese, po një lloj bashkëpunimi mes profesionistësh, ose ku askush s'kishte radhë, pra ose më mirë themi që fjala e gjithëve ka peshë, dhe sigurisht mban madje bënte përshtypje që Iliri vetë preferonte kur të rinte në krye. Ishte gjithmonë një tip sportiv në anë, respektonte shumë hierarkinë për hir të faktit, pavarësisht se kush ishte, çfarë kishte ose ç'kontribut kishte, vazhde njëri tepër i thjeshtë në këtë pjesë, por thash edhe një aspekti kryesor është që nëpërmjet Investit janë sjellë në treg shumë inovacione, të cilat jo thjesht për institucionet të ngjashme me të, pra po themi për Invest apo institucione si Investi, ka dhe tjerë në treg, por ato që ka sjell Investi tash 20 vjet, nuk e kanë bërë të tjerët. Jo sepse e ka bërë Investi, po sepse është reale. Duhet të themi, pra nuk kemi kohë të themi se cilat janë inovacionet që janë sjellë nga Investi, ose më themi thjesht nga iniciativa ose vizion personal i zotit Dili, por janë më shumë se një 5 ose 6 në radhë që kanë bërë revolucione dhe kthesa historike, mund të quhen, kryesisht në drejtimin sistemit pagesave në Shqipëri. Pasi ne mund të flasim për zhvillime, revolucion që tha Suzi me drejt, vazhdojmë të jemi në atë zinxhirin e shpejtë, më mirë themi, që ka për revolucioni, por në shumë pika kontributi i zotit